që kur maja ishte gjallë, beri një martesë të dytë. A, e kuptova. Po? Edhe kishte një fëmijë me vete, kishte një cupë. E rriti mamaja, po kushtet nuk ishin tamam. Edhe kur deshte daja të ikte për në Greqi, daja i mamas, edhe i tha, do mama është edhe cupën, sa kishte 2 fëmijë, kishte 2 cupa, do mama është edhe cupën, se edhe kur vine i martesë të dytë me një fëmijë nga mbrapa, në rregull i thaj ta marrun, sa, unë do ta kem si çupat e mia, në rregull i sa. E me daja i mamas çupën, ikën në Greqi. Arritën, vazhduan 2-3 vite në gjaj këtij dhe hapin dajën bashkë me familjen. Policia. Bashkë me motrën. Policia greke e kapën. Po. Edhe dajën dhe familjen bashkë me çupat, edhe nusën i marrin dhe i sillin në Shqipëri. Kurse motrën time e mbajtën aty sepse deshte një përrind që të vinte ta mirte, se nuk ja jep Nikollaj. Mamaja si kishte që të vinte ta mirte, çupa përfundonin në shtëpinë e jetimores. Mamaja që atë radhë, pastaj që atë radhë të keq fare, u sumu fare, sa e mori vesh që çupa përfundoi në shtëpinë e jetimores, aty dha frymën e fundit edhe biles unë e kam shmëvej. Edhe i mala si amanet, mala më tama Robesa, gjesa ti je gjallë, pa ti e ke motrës da kërkosh ta dhe gjenë frymën e fundit. Unë do ta lesi amanet.